Sa janë dhuna këto masa që i mund qeveria e Kosovës dhe në kam përgjyri pasurës ministrinja, a du të masa tjera që jena po vetëm kjo? Shifni, unë para disa jave kam prezentuar 8 pikat të cilat mendoj se do të jenë strategjia e Kosovës në luftën kundër Covidit. Disa prej në fillim nuk pati reagim, për tash pjesë për tyre po implementohen por me vonesë. Pra që në fillim është potencu që unë mendoj se jemi shteti vetëm, nuk di që ka shtet tjetër, i cili ka ndalu importet e testeve. Pra testet tani më veç shteti ka mujt me i bo, dhe ato në sasit vogla, sepse as kusht tjetër nuk është leju që të importoj. Kjo është vendim edhe i qeverisë kalun. Pra kam kërku që të bëhet decentralizimi testimeve, që të fokusohem në preventiv në grupe të caktuara të cilat janë më të rrezikuara, dhe po ashtu që të imponojmë pra masat të cilat i detyrojnë njerëzit që të mbajnë distancë, të mbajnë maska, posaçërisht kur distanca nuk respektohet. Pra, tashmë dim më shumë për virusin, prej fillimit ka qenë një qëllim dhe ai qëllim vazhdon të jetë edhe sot. E ajo është që shteti ta ngadalësoj mjaftueshëm përhapjen e virusit, në mënyrë që mos të kemi më shumë pacientë se sa që ka kapacitet e sistemi jonë shëndetësor. Pra, në qoftë se janë 150 pacientë të shtrirë në QKUK, unë mendoj se është e menaxhueshme. Në qoftë se janë 1000 në QKUK, ajo nuk është e menaxhueshme. Pra, vdekjen besoj se nuk kemi arrit me ndal asnjë shtet tjetër. Pra, dikush që vdes për shkak se ka komplikime, por është në krevat, është në përkujdesjen e mjekut, është gjatë të cilën asnjë shtet s'ka mujt me luftu. Por me të vdek dikush pëse nuk ka krevat, e nuk ka mjek, e nuk ka motër infermier që i ndihmon, ajo atëherë do të jetë problem. Pra, ne e kemi detyrë që ta ngadalësojmë përhapjen e virusit, që mos ti, po e them, kolapsoj sistemin tonë shëndetësor. Me këto numra që po i shohim dhe ato që po dëgjojmë nga epidemiologët, mendoj se rrezikojmë. Dhe tashmë këtë gjëja kam thënë edhe kryeministrit Hoti, pra të shohim mënyra se si e ngadalësojmë në mënyrë që mos të kemi shumë të infektuar në të njëjtën kohë. Komuna e Prishtinës tashmë është e fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve të saj testuese. Besoj që ditëve në vijim ne do të jemi në gjendje që të testojmë vetë qytetar me teste serologjike e cilat do të na ndihmojnë që ta kuptojmë më mirë. Pra duam që ta bëjmë një hulumtim me 1000 deri 1500 qytetarë në Prishtinë random, me të cilën ne i testojmë dhe kuptojmë se sa prej tyre e kanë pas virusin. Dhe me këtë e kuptojmë pastaj edhe gjendjen epidemiologjike në shtetin tonë. Nëse na del që e kanë pas 5%, atëherë nuk e kemi arrit me mri atë imunitetin kolektiv për cilin po flasim dhe duhet të punojmë sa më shumë që pastaj masat i kufizojmë edhe më shumë, sepse atëherë është e pandershme, e pamoralshme që me punu në infektim të qëllimshëm të njerëzve. Mirë, por në qoftë se kemi arrit një numër prej 10 apo 15% që janë infektu, atëherë kemi betejë tjetër. Pra askush nuk niset në luftë pa e pas informatën se me çka po ballafaqohet. Besoj që Komuna e Prishtinës shumë shpejt do ta ketë, po e them edhe një herë, kapacitetet për testimet serologjike. Po i ndërtojmë në disa drejtime, në disa qendra të mjekësisë familjare, do t'i testojmë ndoshta gjithë punëtorët e komunës për të pasur edhe një hulumtim për ta kuptuar më mirë situatën se si është dhe mendojmë se kjo është rruga përpara. Tash, me nal prej orës 9 deri në 5, se për di që njerëz komentojnë virusi që ka aktiv veç për 9 deri në 5, nuk është ajo, por paramendoni në vend se të jetë 24 orë. E lëshuar tash po kufizohet në njërin pjesë. Pra spaku për atë pjesë kufizohet pak për hapja. Megjithatë mendoj se nëse kemi ndaluar dhe kjo ka qenë që pika kryesore që kam kërkuar nga qeveria, është që ende mos lejoj të bime më të mëdha se 50 persona në hapësira të mbyllura, sepse ato janë, format më të shpejta të përhapjes. Nëse tashmë i keni për shtete, mund t'ja u dërgoj është një listë e gjanave të cilat një qytetar mund t'i bëj për nga rrezikshmëria. Për shembull, dalja me ble gjana në supermarket është në shkallën e më të ulët të rrezikshmërisë. Shkumja në një party apo në diçka të tillë apo një eveniment apo edhe çështje tjera ku janë një grup mbi 50 veta në hapësira të mbyllura është në nivelin më të lartë të rrezikshmërisë për përhapje të shpejta. Pra tubimet e mëdha janë absolutisht që duhet me inal spaku për 2 javë, 3 javë derisa ta ngadalsojmë pak
dhe pastaj të shohim, po e them, kur ta kuptojmë edhe më mirë gjendjen epidemiologjike, që ta sulmojmë aty ku e kemi më shpejt. Mund ta pres qeverinë edhe më tutje, por besoj se ne do të fillojmë me hulumtimet tona. Unë jam në kontakt me IKSHP-n, edhe ata janë në përgatitje të një studimi prej 6500 pacientëve, të cilët do ta kuptojmë më mirë situatën në Kosovë. Edhe një herë decentralizimi i testimeve kam kërkuar që 3 javë, është thonë në konferencën e kryeministit Hoxha se do të bëhet këtë javë, sa më shpejt që bëhet udhëzimi administrativ që lejohet testimi në institucione private dhe në qendrat tona në komuna, aq më mirë do jemi sepse do e kemi më të qartë situatën. Tash po kemi qytetarë që shkojnë në Sistin, mu testu se po dojnë më shku në deti, disa për të ne bojnë ma shpejt atje, kemi qytetarë që testohen, po e quj ilegalisht kushtimisht në për klinika private për me marrë vesh me hek gajlën a e kanë as se kanë, disa për tyre e bojnë edhe për mos mu marrë vesh që e kanë, pra e bojnë në klinikë private, po ta decentralizonin, atër laboratori do të ishte i obligu me i raportu krejt testime që i ka bo. Unë jam për këtë drejtim, pra që ti kemi testime sa ma shumë, të jemi krejt bashkë një ekip, të luftojmë virusin, por ta kuptojmë mas pari se ku jemi sot. Asë një herë s'kemi menduar se virusi do t'jetë zero, asë një shtet nuk ka mujt me luftu virusin që me mri numrin e rasteve zero, por ajo që ka çdo shtet e ka bo, është me ngadalsu derisa ta kuptojmë me çka kemi fjalë. Pra, derisa nuk na mbipopullohen ÇKUK-ja, jemi nën kontroll, por jemi të shku në drejtim nëse nuk e ndalim sadopak për hapjen. Disa gjëra mundën i bëni komunë, por shumicën më të madhe varet nga masat e shtetit.